Pranë zyrave të shoqërisë rajonale të ujësjelljes kanalizimeve të Durrësit, SHRUKD, ka filluar procesi i përditësimit të të dhënave për abonentët familjar dhe subjektet e biznesit. Lidhur me këtë njoftim, ujësjellsi ka bërë me dije se qytetarët mund të paraqiten në zyrën qendrore, e cila ndodhet në lagje numër 17 në rrugën Dalipeza në Durrës, si dhe pranë zyrave të njësive operative në qytetin e Rrogozhinës, Kavajës, Shijakut dhe Krujës. Ky proces, sipas ujësjellsit, synon saktësimin e të dhënave të abonentëve, përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve dhe garantimin e një administrimi më efikas të shërbimit të furnizimit me ujë dhe kanalizime. Ky përditësim theksohet në njoftimin zyrtar të SHRUKD-s, është i rëndësishëm si për abonentët familjar, ashtu dhe për bizneset, duke ndihmuar në shmangjen e pasaktësive dhe lehtësimin e komunikimit mes institucionit dhe konsumatorëve. Ndërmarrja o bën thirrje të gjithë abonentëve që të paraqiten pranë zyrave përkatëse brenda orareve zyrtare të punës për të kryer përditësimin e të dhënave të tyre.